Gjenerata vitit 1988 të shkollës dëshmore të Leshi, ish Remzi Pula, organizoi takimin e saj të parë pas 37 vitesh. Ata bën homazhe dhe pranë lapidarit në Vraniç, në nderim të shokut të tyre Mem Leshi, duke kujtuar me respekt dhe mall kujtimin e tij. Ky event ishte gjithashtu një mundësi e veçantë për ish-nxënësit të rikthejnë kujtimet e fëmijërisë, të takojnë njëri tjetrin dhe të ribëjnë lidhjet e mirësisë që kanë qëndruar të forta dhe pas shumë vitesh. Takimi sjellje momente emocionuese dhe dashuri të pafund edhe nga ana mësuesit të tyre drejt Spërlleshit. Vërtet është një kënaqësi kur i takon që edhe këta që kanë ardhur prej visëve të ndryshme dhe pse janë bashkëvendas të mi, realisht një pjesë të madhe të nuk kam arrit mi taku as në rrugë apo as kund tjetër. Prandaj është një e mallëngjimi që i takon pas një kohe kur këta ishin adoleshent 15 vjeçar. Unë kam qenë 22-23 vjeçar, faktikisht që ishte një kënaqësi kur i takon për herë të parë. Por e ndi shumë mirë që edhe pse këta disa kanë ardhur nga vise të ndryshme, kanë hek keq për mu të bu, kanë shpenzu kuptohet dhe kanë shfrytzu këtë rast për më ardhë, i kanë përgëzu që më të vërtet kanë pasur që sa herë tash tradita apo krijohet. Këtu dhe kjo gjenerat është për lavdi që në mesin e saj, për e të dhe vetë, një ish-nxënës ishte Mem Leshi, dëshmor i kombit. Emocione dashuri, por edhe krenari përjetuan shokët e klasës, të cilët u takuan pas një kohe kaq të gjatë. Me dhimbje dhe krenari, ata kujtuan edhe shokun e tyre, dëshmorin Mem Leshi. Momentin kur e kemi marrë lajmin është kanë i hidhëruar, normal, po prap një krenari për klasën tonë, se edhe e mban shkolla jonë e mban emrin Lesha. Kjo është shumë krenari për klasën tonë. Unë si kam pa për klasës 8, disa i kam pa, se i kisha të afrit familjes, i mi taku në mbledhje familjare, ndoshta për shtiu krejt vite me kolegun e klasë dhe bashkë familjes, 2 herë për sa kry shkolla fillore. Pas 37 vite, e kem marrë iniciativen, kem dashur si takomi një herë, po më ka desht po kur muni në mes rrjetet sociale të si kem mbledh me numra me po këtë deshti zoti jem taku, më funksion shumë i madh, shumë mirë, mësë të shpisho belizysën, pisho e shtesh shumë mirë përbes. Me gjithse kina një vdekëm të klasë, me Leshin, ka në luft, po tash shka me bo. Pa ka liftu për kitë popull, shqyqyre edhe të shina shtiro, shka me bo. Ky takim u pasi një mundësi e mirë për të ndjekur miqësinë edhe në vitet e ardhshme.